Edhe tek pjesa e trupës, domethënë artistike, domethënë punësimet e artistëve të rinj, gjë merr shumë rëndësi që edhe artistët do kenë një derë ku drejtohen, po ashtu edhe teatri do ketë një frymë të re. Po tash kemi punësuar 3 aktorë të rinj, disa janë veç angazhuar, 2 nga ata veç janë angazhuar dhe luajnë në këto shfaqjet cilat i kemi në repertor. Mos harroj kemi Deutschland B2, ishte kjo shfaqja e Besfort Idrizit, shfaqja private, po që kemi futur edhe atë në repertorin e teatrit tonë, që luhet nesër në Rama, ajo shfaqja për të rinj që cilët shkojnë dhe mundohen të gjejnë veten në Gjermani, në botën perëndimore. Dhe kemi aktorë, domethënë, që janë futur në për këtë shfaqje dhe edhe atë natë pan publiku, kemi bërë disa transfere, Shkëlqim Islamin për shembull, kemi bërë transfer nga Teatri Kumanovës, ka në Shkup, që publiku atë natë më thënë që po shohim fytyra të reja tani në teatr, po shohim një energji të re të njerëzve të aktorëve të rinj, që natyrisht ju pëlqen edhe atyre.